4 vite më parë, Besnik e Mshiu premtoi për komunën e Bogovinës mjedis të pastër, ujë të pishëm, pastrimin e deponive të egra, palestra sportive, objektin kulturor në Kamjan, si dhe zgjidhjen e problemit me kanalizimin në për të gjithë fshatrat. E megjithatë, ai sërish sot kërkon mandatin e dytë. Por pyetja është e thjeshtë, a e meriton? Dhe nëse janë realizuar të gjithë premtimet e tij, dhe pse duhet banorët e Bogovinës t'i besojnë sërish? Kryetar, çfarë garanci u jep banorëve të Bogovinës që do të realizohen premtimet që kanë ngelur, do të realizohen në mandatin e ardhshëm? Unë mandatin e parë e kam fituar me një mbështetje të plot nga ana e qytetarëve. Jam munduar këtë mbështetje të madhe që kam pasur, jo vetëm të ruaj, por edhe të arriti duke realizuar projekte në infrastrukturë, në qerdhe, shkolla, investime që kemi bërë në komunë, investime në ndërmarrje shari, si dhe në qendrën e zjarfikësve. Pse qytetarët do të mbesojnë se unë do të jem mandatin e kërkoj dhe mandatin e dytë? Arsyet janë të shumta, njëra ndër arsyet është mos ndërprerja e projekteve që kemi fituar deri më tani. Dikun të 5 projekte janë tash duke u realizuar, edhe 13 projekte tjera të cilët i kemi fituar, më detyron që unë të jem përsëri edhe një mandat për të realizuar këto projekte. Mos ndërprerja, si dhe përvojën të cilët e kanë fituar gjatë këtij mandati, çdo kandidat i ri i nevojitet një vit përvojë për të ardhur, do thotë, për të realizuar ato punët. Kryetar, pyetja është se si është e mundur që 16 vite BDI-ja ka udhëhequr me këtë komunë, 20 vite pushtet lokal, ndërsa fshatrat akoma kanë problem me kanalizimin. Shiko, kanalizimi është realizuar... Për shembull, në Bogovinë është realizuar vetëm faza e parë dhe në Kamjan. Por çfarë ndodh me fshatrat tjerë? Për momentin, siç përmende, kanalizimi, rjeti kryesor i kanalizimit është në Bogovinë dhe në Kamjan, mirë po. Për të kiç nevojitet, do thot impianti kryesor apo qendra për përpunimin e ujrave të zeza, e cila kushton shumë. Ne kemi realizuar projektin, kemi të gatshëm dhe shpresojmë se të ndërtojmë impiantin për përpunimin e ujrave të zeza e mandaj të bëjmë kiçjen e rjetit. Kryetar, po si do të kërkoni votën e këtyre fshatrave, ndërkohë ne po flasim akoma për kushte mesjetare. Për shembull, kanalizimi është një çështje që duhet kryeshte sa më parë. Ndërsa akoma edhe në mandatin e ardhshëm do duhet flasim për punën e kanalizimeve. Më falë që po e bëj këtë ndërhyrje. Po, mirë po, projektet për kanalizim janë me vlera të mëdha, prandaj komuna nuk është në gjendje për të realizuar ato projekte. Mirë po, këto punë që duhet të bëhen lidhje me kanalizimin, problemi është në tërë Maqedoninë lidhje me kanalizimin. Nevojitet do thotë vetë qeveria të parashohë ku do të jenë këto impiantët për përpunimin e ujrave të zeza. Kryetar, po do të realizohen gjatë mandatit të ardhshëm nëse ju e fitoni besimin e banorëve? Do të bëhen të gjithë fshatrat me kanalizim, të paktën shumica e fshatrave. Shumica e fshatrave, Kamjani, Bogovina, Zhorovjani, do të bëhen me shumica e fshatrave do t'i bëjmë, së pari do të ndërtohet impianti e mandaj të bëjmë kiçjen. Do thotë do mundohemi të gjitha fshatrat, jo, për shumicën e fshatrave që të realizojnë edhe projekte për kanalizim. Po flasim edhe për ujin. Çfarë po ndodh me ujin? Është bërë buj në opinion ujë në fshatin Pallçisht. Po ashtu edhe në disa fshatra i cili ka probleme gjatë verës, sidomos edhe tani, çfarë po ndodh me ujin dhe banorët? Pse nuk rehatohen banorët e Pallçishtit një herë për gjithmonë sa i përket ujit? E vërtet është që ne kemi investuar lidhje me infrastrukturën për ujë, respektivisht rrjetet për ujë. Për vendbanimin në Pirok, kemi realizuar do thot projektin që tash edhe kemi fituar për ndryshim të rrjetit nga vendbanimi Rakoves deri në Pirok, të rezervuarin në Pirok, do thot investime kemi bërë. Gjithashtu në nalt kemi gjetë një burim për të arritur sasinë e ujit. Do thot Piroku ka sasi të ujit. Në Kamjan, rjeti i ri atje ka sasi të ujit, në Pallçisht. Gjithashtu rjetin e kemi ndryshuar, do thot nga majet e malit deri Po ti marrim me radhë, për shembull Pallçishti, pse? Për shkak të ndryshimeve të kushteve klimatike, burrimet shtere. Ne jemi munduar të thonë që i shpërdorin banorët? Do thot ne kemi sjellë sasi të ujit. Mirë po, ku është problemi? Do thot ne e fituam projektin për kontrollimin e sasisë së ujit, do thot respektive vendosjen e orëve. Problemi është vendosja e orëve për shkak të keq përdorimit. Po pse nuk i keni vendosur orët deri tani? Çfarë është problemi aty? Ne bëm 2 projekte për vendosjen e orëve. Njërin projekt në Kamjan dhe projekti tjetër në vendbanim Pallçisht. Konkurruam
me projektin e vendbanimit pasqyrt e fituam projektin për vendosjen e orëve, duke ditë problemin që e kemi, mirë po, për shkak të zgjedhjeve parlamentare. Do thotë nuk kishte mundësi të hapet tira. Pas zgjedhjeve parlamentare, do thotë Ministria e Ambientit me invorim mjetet. Do thotë problemi ku do të kontrollohet sasia e ujit që vjen dhe ajo që harxojnë qytetarët tu. Do thotë duhet të vendoset. A do zgjidhet problemi në Pallëqisht me ujin, duke marrë parasysh që bazeni që është aktualisht është i vjeti që mirë po pse nuk e funksionalizoni edhe objektin e ri aty që mos të mblidhen bërllogjet, mos të mblidhen gjërat të cilët ne kemi me dëshmi banore, na kanë dërguar që aty ka edhe gjallësa të ngordura. Pse nuk aktivizohet objekti i ri i bazenit aty që është afër atij të vjetrit? Qëllimi jonë kryesor ka qenë të sjellim sasitë të nevojshme të ujit. Dakor? Nuk është qëllimi ne të vendojmë orë pa pas ujë. Vendojmë mjetin pa pas ujë. Ta sjellim sasinë e ujit në rezervuar, tash problemi tjetër është vendosja e orëve. Edhe të kontrollojmë sasinë e ujit që vjen në rezervuar, sasia e ujit që harxhohet. Mandej të shohim mund të ketë edhe defekte tjera në rrjetin që është në vendbanimin Pallëqisht, mund të ketë plasë të gipi diku që harxhohet ujë. Mos besim qaf banorëve se harxhojnë tepër ujit, mund të ketë edhe probleme tjera. Jo, ajo duhet nëse me ormatës do të rregullohet. Nëse rregullohet, mund të ketë përsëri ujit harxhohet. Ka plasë një gip diku në rrjetin, mund do të edhe kësaj radhe duhet që të flisni për ujin para Pallëqisht, do të thonë banorëve të Pallëqishtit. Mendoj se është pakës në bazë të kushteve klimatike, jo do të flasim, po gjatë kemi të miremi me këtë për shkak se sasia e ujit në përburime gjatë kohës së verës. Për shembull, gypat në Kamjan janë akoma të zbuluar. Ju keni premtuar që do t'i riparoni ato. Pse nuk është bërë, do të thonë, riparimi i gypave në rrjetin e Sjellsit? Ku shkojsh para investimet? Është realitete. Do të shumë Bogovina shumë e madhe, a? Shumë projekte, 16 vendbanime, ka një punë bësh në vendbanim, do thotë ti 16 projekte duhet. Ku mund t'i realizojmë? Kush nuk ka dëshirë t'i bëjë? Mi mundësitë kanë qenë kështu. Cilat rrugë keni ndërmend t'i rregulloni gjatë këtij mandati? Ne gjatë mandatit kemi rregulluar shumë rrugë. Njëra ndër rrugët që kemi asfaltuar është rruga në Pallëqisht, Itoil Magjistral, rruga tjetër që është Swiss Center, Pirog, edhe rruga që mban do thotë Bogovinën, se keq janë asfalt. Për shembull, pse nuk e keni rregulluar rrugën Rakovec që lidhet me Bogovinën? Është një interes i fshatarëve aty. Është rruga veç ekziston njëra rrugë, që është rruga e mirë, rrugën tjetër tash që Bogovin Rakovec e kemi fituar, por për shkak të zgjedhjes kemi hapur tenderë, kemi fituar edhe atë. Kryetare, keni prioritet ambientin dhe mjedisin? Për shembull, pse nuk është pastruar deponia që është afër bazenit të Bogovinës? Ka një deponi të egër aty. Po, e vërtet që me dëshmi po e them, ndërmarrja shari funksionon për momenti si duhet, bën pastrimin, do thot gjelbërimi, kositjen, mbledhjen e mbeturinave, kujdeset për rrjetin e ujit në të gjitha vendbanimet, mirë po ne deponin 2-3 herë kemi pastruar. Mirë po tash nuk mund vetë dijen e qytetarit të arriti brenda natës. Të shkojë një kohë dalë. Po nuk krijoni kryetar një mekanizëm ndëshkues apo të bëni ndonjë fushat për vetëdijsimin e kemi bërë, kemi pas projekte për vetëdijsimin e qytetarëve, mirë po. Ose mekanizme ndëshkues pakën. Deri tash po e them të drejtë, nuk kemi përdorur mekanizme ndëshkues për dënim të qytetarëve, mirë po shpresoj se do ta përdori. A mendon se ajo paraqet një farë rreziku për shëndetin e njerëzve? Sepse unë nuk them që e kemi pastruar 2-3 herë atë. Edhe përsëri do ta pastrojmë, mirë po përsëri vetëdia e qytetarëve bën punën e vet. Shtrati i lumit të Bogovinës që është nëpërmjet ambasadës së Zvicrës është financuar. Është mbushur me gjësende të cilat qytetarët hedhin. Është ndruar në një farë mënyrë si deponi e egër. Do të pastrohet ajo, do të rregullohet trotuari, ndriçimi publik në atë pjesë. Shtratin e lumit që tu në Bogovinë e kemi fituar nga organizata ndërkombëtare, është nga USAID nëpërmjet ambasadës së Zvicrës, është ndërtuar shtrati i lumit, ka kushtuar 1.600.000 euro për momentin. Rreth shtratit të lumit kemi paraparë, gjithashtu të ndërtohet, e kemi fituar projektin për ndërtimin një staze për të qytetarëve me ndryshim, me ulse, me krejt, do thotë edhe ajo do të ndërtohet. Pse tash në lum nuk ka mbeturina mirë, po për shkak se s'ka pas ujë. Gjatë kohës verës tash ka kullosa. Dalin sipërfaqe. Po flasim pak edhe për çështjen, do thonë, mbeturinat inerte. Qytetarët thonë se nuk kanë ku drejtohen, ku t'i hedhin për shkak të selektimit të mbeturinave. Do të bëni diçka edhe në këtë drejtim? Nëse flasi për mbeturinat inerte këtu në Bogovinë, e vetëm një firmë që është Besa Shopi, që i grumbullon të mbeturina inerte, do të thotë, mirë po qytetarët tash duhet atje t'i çojnë.
Po, gjatë pastrimit të atyre, ato nuk i çojnë vetëm ato betonat pjesët e tjera, po fuzin me turinat tjera, edhe ai nuk i merr. Është një pjesë e përgjegjësisë edhe e qytetarëve. Qytetarëve se ai do t'i çojë pastër ato me turinat inerte, jo me turinat tjera. Çfarë do të bëni për departizimin e arsimit? Salla sporti keni premtuar për Pirokun, edhe fshatra të tjerë. Kemi vetëm një sallë sporti me sa e di në Nga ana e ministrisë është dëtuar vetëm një sallë sportive. Ajo salla sportive është. Po kjo ka qenë edhe në plan program. Po, ka qenë në plan programin tuaj që do të ketë salla sporti edhe në e kemi ndërtuar sallë sportive në Bogovin, Pirok dhe në Pallçish. Për momentin ja e shihni, është duke u ndërtuar salla sportive këtu në Bogovin. Tash ne shpresojmë se në këtë mandat në të thëmë edhe sallas tjera, siç është Piroku, Pallçish, edhe në shkolla tjera sipas nevojës. Po për shembull salla në Zhorvian nuk është funksionale. Është në një farë mënyrë është shkatruar. Çfarë do të bëni që ajo sallë të jetë nesër? Ne kemi fituar projektin për rekonstruimin e asaj salle, mirë po pas zgjedhjeve edhe mjetet i kemi të ndara për ndërtimin e asaj salle. Keni thënë që në plan programin e kaluar keni thënë që do të ketë kabinete nëpër shkolla. Sa kabinete keni ndërtuar deri tani nëpër shkolla? Që kabinete ka në shkollën e Bogovinës, Pirokut dhe Kamjanit, ekzistojnë kabinete, ne kemi investuar në arsim. Veçanërisht në shkollën e Rakovecit, komplet shkolla është bërë me nxemje qendrore, me izolim, me ndrim, do thotë kemi investuar edhe në shkollën e Kamjanit, do thotë komplet shkolla është me izolim, që aty është ndru, mandej të gjitha shkollat kanë qenë me nxemje me dru, i kemi bërë me nxemje me pelet. Investimet më kemi bërë në arsim. Do thotë, shpresojmë se edhe në të ardhmen. Se disa drejtori shohim në për tubimet e juaja partijake, drejtor të shkollave? Ato jo funksionar partisë, prandaj i kemi edhe në Do thonë drejtorët e shkollave janë funksionar i kemi. Politika po të partisë. I kemi emëruar, nuk janë bashkëpartiaktë si to. Po flasim pak për transparencën. Sot hyra në faqen e komunës dhe nuk e pash që ishte azhurnuar. Nuk ishte përditësuar. Mi qenë se raportet e fundit flasim për një transparencë jo të mirë të komunës. Çfarë do të bëni që të arritni transparencën e, domethënë, komunës, transparencën institucionale? TV faqja shoh që asnjë informacion nuk është pothuajse i përditësuar. Çfarë informacioni ju duhet nga ana e komunës që nuk e di qytetarët? Raportet e fundit ndërkombëtare thonë që transparenca në komunën e Bogovinës, Bogovina nuk është që radhitet në top 3 apo top 5. Po, e vërtet, është ajo, unë me qëllim nuk kam vënë të dhënat atyre ta shohim se si të veprojnë. Arsia? Me komunën. Do thotë vishin në fillim nuk isha kushjat ato. Edhe nuk ka hipsha të dhëna. Komuna e Bogovinës është ndër komunat e fundit e radhitur, po e them. E kundërta do të jetë. Shtëpia e kulturës në Kamjan ka ngelur ashtu siç ka ngelur. Do ta bëni që në 4 vitet e ardhshme që ta funksionalizoni atë objekt. Si është shif një objekti që ashtu si që është ka objekti, por ne shpresojmë se do të konkurrojmë dikun për nxjerr mjetë. Ka ndonjë projekt për atë, kryetar? Projektin e kemi. Projekti është, vetëm të shohim dhe se ka ndonjë thirrje diku për konkuru, do thotë aty mas spaku do të 1 milion, 1 milion e gjysmë, ndoshta edhe më tepër euro, për të ardhur deri në fazën jo përfundimtare, por në fazën karajpisi, themi kështu. Qenë Tendacak. Kryetarët e komunave thonë që kjo është një problem territorial. Mirë po, qarë keni bërë ju që ta zgjidhni apo ta zbusni këtë problem në komunën tuaj? Mund shumë drejtë me thënë për qytetin Tendacak nuk jam marrë me këtë drejtë as pak me qytetin. Si se kemi pasur probleme tjera. Me këtë le të militetove dhe Kustivari. Okej, apo ju nuk kemi qendër të përbashkët që e kemi me si komunë qendra e stacionarin e ke, mirë po nuk është funksionale akoma. Nuk është funksionale, po tash qofse nuk arrin që të funksionalizojë ai qendër, ai stacion. Do të bëni që ju diçka në këtë drejtim ndonjë strehimore. Ne presim shumë punë tjera tash për Tendacak. Do t'i ruajmë si simboli i komunës. Kustivari dhe Tetova ato. Okej, edhe pyetja e fundit është, kryetar, cilet janë 3 projektet kapitale për cilët zotoheni se do t'i realizoni gjatë 4 viteve të ardhshëm? E para do të jetë uji për pije nga Sumaleka deri në Urliç, ku mund një mega projekt për furnizim të Bogovinës, Zhorovianit, të Sellacës dhe edhe Pallçishtin e përmende? Jo, Pallçishti ka vetë lidhje. Projekti i dytë ndër kapitale është ndërtimi i impiantit për përpunimin e ujëve të zeza. Pa atë nuk mund të funksionojë kanalizimi. Dakor. Dhe projekti i tretë i rëndësishëm është vendosja e orëve në përvendbanime për të kontrolluar sasinë e ujit që harxojnë. Si dhe do thotë ndrimi i rrjetit të përvendbanimit. Faleminderit për kohën dhe suksese. Faleminderit për sukses.